Mësime nga ajetet. Besimtari të mos ndikohet nga friksimi që i bën shejtani nëpërmjet ndihmësve dhe përkrahasve të tij jo besimtar, sepse caktimi i përket vetëm Allahut të lartësuar. Nuk bën që dikush të mashtrohet nga afati i jetës që ka caktuar Allahu për të, por duhet të nxitojë për t'u penduar, për aq kohë sa është gjallë. Kopraci, që nuk jep prej mirësive që i ka dhuruar Allahu, në fakt dëmton veten e vet, duke u privuar prej tregtisë me Allahun bujar dhe dhurues, si dhe duke ekspozuar veten ndaj ndëshkimit në ditën e gjykimit. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Kështu, pas daljes në vendin Hamraul Esed, ata u kthyen me shpërblim të madh prej Allahut, ngritje në pozitë dhe shpëtim prej armikut, pa u prekur nga vdekja dhe as nga plagët, nga që armiqt u tërhoqën dhe nuk dolën për luftë. Ata bën atë që e kënaqte Allahun, sepse ju bindën të dërguarit të Allahut dhe nuk e kundërshtuan atë. Allahu është zotëruesi i mirësisë së madhe për robët e vet besimtar. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Në fakt, ai që ju donte t'ju friksonte ishte shejtani, duke ju trembur nëpërmjet ndihmësve dhe përkrahasve të vet. Prandaj mos u friksoni prej tyre, sepse ata nuk kanë as mundësi e as fuqi për këtë. Por friksojuni vetëm Allahut, të vetmit, duke ju përkushtuar atij, nëse jeni besimtar të vërtet të tij. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Mos u dëshpëroj, dërguar, nga ata hipokrit që nxitojnë te mohimi, si dezertor në çastet e fundit, sepse ata nuk do të arrijnë t'i bëjnë dëm Allahut as pak, por do të dëmtojnë vetëm veten e tyre, duke u larguar prej besimit tek Allahu dhe në nështrimit ndaj tij. Allahu, nëpërmjet poshtërimit dhe mosdhënies sukses atyre, dëshiron që ata të mos marrin asgjë prej mirësive të botës tjetër, e të kenë një dënim të madh në zjarr. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Ata që zgjedhin mos besimin në vend të besimit, nuk do t'i bëjnë dëm Allahut në asgjë, por dëmtojnë veten e tyre, sepse në botën tjetër do të kenë dënim të dhemshëm. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ata që mohojnë Zotin e tyre dhe tregohen kokfort ndaj fesë së tij, të mos mendojnë se mos ndëshkimi me njëhershëm dhe jetë gjatësia është në dobi të tyre. Çështja nuk është ashtu si e mendojnë ata. Ne po i lëm që t'i shtojnë edhe më shumë gjunahet, që ata të kenë një dënim poshtërues. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Nuk është prej urtësisë Allahut që t'ju lër ju o besimtar kështu siç jeni, të përzier me hipokritët, pa i ndar ata prej jush e pa i treguar besimtarët e vërtet. Ai ju ndan nëpërmjet detyrimeve dhe sprovimeve të ndryshme,
që të dallohet ai që është besimtar i mirë prej atij që është hipokrit i keq. Nuk është prej urtësisë Allahut që t'ju nxjerrë në shesh të fshehtat, që të bëni dallimin mes besimtarit dhe hipokritit, sepse Allahu zgjedh këtë dëshiroj vetëm prej të dërguarve të vet, që t'i tregoj disa prej këtyre fshehtësive, siç i tregoi të dërguarit të vet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se kush ishin hipokritët. Prandaj, vërtetojini besimin tek Allahu e tek i dërguari i tij, sepse nëse do të besoni me të vërtet e do t'i friksoheni Allahut, duke i zbatuar urdhrat e tij e duke ju shmangur ndalesave të tij, ju do të keni shpërblim të madh nga Allahu. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Ata që tregohen dorështrënguar me mirësitë që Allahu ka dhuruar me bujarinë e tij, duke mos e dhënë atë që Allahu e ka bërë detyrim, të mos mendojnë se kjo është në dobi të tyre. Përkundrazi, kjo është në dëm të tyre, sepse ajo pasuri që nuk japin do të mbështillet në qafë ditën e gjykimit si dënim. Vetëm Allahut, një e të vetëm, do t'i mbesin trashëgim gjithçka që është në qiej dhe në tokë. Ai është i përjetshmi, edhe sepse të zhduken të gjitha krijesat e tij. Allahu di në detaje gjithçka që bëni ju dhe ka për t'ju shpërblyer për to.